Bismillahirrahmanirrahim. Fatvaja radhës, prej cilës mosh obligohet agjerimi. Jo vetëm agjerimi, por të në obligimet fetare, komplet islami, me urdhëresa dhe me ndalesa, bie mbi supet e muslimanit nga momenti që hyn në moshën madhore. Për atë arsye me fjalë tjera, thojnë plesht vjetrin fjalorin ton, kalemi lapsi nuk shënën më herët kur është sabi, kur është fëmijë i vogël. Kalemi lapsi, pra sevapet dhe gjunahet, shënohen, fillojnë të shënohen robit Zotit kur hyn moshën madhore. Dhe nga ky moment ngarkohet me obligimet fetare dhe krejt islamin në supet e tina. Haramet janë harame, ka obligimin largu, edhe obligimet, farzet, senetet, tjere dohet me vepru. Edhe agjerimi, gjithashtu, fillon nga momenti kur hyn moshën madhore. Por, kjo nuk do të thot që mos me agjeru më heret. Për atë arsye ka ardhur në hadithet pejgamberit, sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë bashkëtuar me pejgamberin alaihi salatu wasalam se ne në një farë mënyrë i detyronim, në një farë mënyrë i shtinim fëmijët e tanë me agjeru, saqë ata edhe kur kanin nga oria i mashtrojnë me do lodra. Jep me kuptu se dënin me ju shtru fëmijët e tyre edhe dveqel. Me ushtru, nuk do të thot me agjeru këtë Ramazanin, por ka pak, sa të mundet. Për atë arsye kanë thonë ulemaja tonë, pra ulemaja islam, se fëmiu, sikur se që obligohet, apo obligohet o fjala, duhet me shti më falë fëmiu në moshën 7 vjeçare, e jo obligohet në atë kontekst që ka farz, gjithashtu edhe për agjerim. E ne dim se fëmija 7 vjeç se ka bërsh namazin, por ne me gjithate ne thojnë e urdhërojmë që në obejt e mi falë namazin, që në fëmi falë namazin. Të njëjtën gjallë agjerimi, se ka obligim, por në shtina me agjeru. E pastaj, nëse lodhet gjatë ditës, detyrohet me prish, e prish. Apo e agjeron 3 dit, e agjeron 5 dit, po shën një javë dit, e agjeron për 3 dit, le të fillon ai mu kalit, të rrit të kalit. Dhe pjesa dërmuese e fëmijëve të muslimanëve, në 4 anë të botës, deri sot, kur në hyn moshën madhore, ata veç kanë agjeru më herët Ramazana. Ja kanë nis moshën 10 vjeçare, moshën 11 vjeçare, 12 kanë agjeru 2 Ramazana. Kur kanë hyn moshën madhore, ata kanë bërë disa Ramazana. Por obligim nuk e ka deri në moshën madhore. Wallahu alem, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.